Mirëdita vëllezër dhe motra shqiptare, kudo ku jeni, në këto ditë tetori, nga vash, po i vjen fundi, do na vin festa, do na vinë në dori, dhe sot e bëm blu, dhe di pse bëm blu, se kemi mikun ton të ftuar, Rafael Tolli. Rafael, përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Gëzohem, jam bjen shumë i këndshëm. Faleminderit, shumë faleminderit. Ato humbjet që mund t'jap inflacioni, të mundohet të ketë një konto veç. Çdo të thot konto, Rafael, të lutem, please. Atë qëllimi Konto, ku ti thon konto? Ti ke ilaçet e babit e mamit në Shqipëri për paguar, ti ke marrë makinën me kesë ke për paguar. Sepse në momentin që këto bashkëdhetarët tonë do mundohen me ChatGPT të përkthejnë një kontratë. Se shikoj kod e fundit tani, bëj pyetje, e bëj shejtan, e shikoj chatin, e bëj chatin. Nuk e di, nuk është puna jon për të bërë kritika për chatin, por e shikojmë edhe kur veten tualet, po pyet chatin si ti iki. Ka informacione shumë të mira, por duhet ti kuptosh. Çfarë mendon për të ardhmen e komunitetit shqiptar në Europë? Çfarë mendimi ke, domethënë si jurist je? Unë dua t'i them shqiptarëve që dhe pse ka humbur kjo ideja, kjo perspektimi i Gjermanisë, unë do t'i them që Gjermania prap mbetet vendi i mundësive. Miqtë mi, ishte kënaqësi shumë e madhe me mikun ton, me Rafael Tollen, pikërisht në këtë ditë të bukur. Unë ju përshëndes, ju kam shumë xhan, kalofshit mirë.